Lulja, bashkëshortja e këngëtarit të njohur Meda, së fundmi ka befasuar publikun me një paraqitje që ka marrë vëmendje të veçantë në rrjetet sociale dhe media roz. E njohur për elegancën dhe stilin e saj të kuruar, këtë herë ajo ka zgjedhur të shfaqet me një veshje tradicionale shqiptare, duke përcjell jo vetëm finesë, por edhe krenari për trashëgimin kulturore. E veshur me kostum tradicional të punuar me detaje të imta, që ndërthur të ngjyrat klasike dhe elementet artizanale, Lulja shkëlqente në çdo aspekt. Qëndisjet e pasura, aksesorët karakteristik dhe kombinimi harmonik i ngjyrave e bënin paraqitjen e saj edhe më mbreslënëse. Ajo dëshmoi se tradita dhe eleganca moderne mund të bashkëjetojnë në mënyrë perfekte, duke krijuar një imazh sa autentik aq edhe bashkëkohor. Pranë saj nuk mungonte as Meda, i cili u shfaq po ashtu i kuruar në detaje, duke plotësuar pamjen e çiftit. Dyshja u duk mjaft e harmonizuar, si në stil ashtu edhe në qëndrimin ndaj publikut, duke reflektuar afërsinë dhe mbështetjen reciproke që i karakterizon. Prania e tyre së bashku tërhoqi vëmendjen e të pranishmëve, ndërsa fotografitë dhe videot nga momenti u shpërndan me shpejtësi në rrjetet sociale. Ndjekësit nuk kursyen komentet pozitive, duke vlerësuar zgjedhjen e Luljes për të promovuar vlerat tradicionale shqiptare përmes një paraqitjeje kaq dinjitoze. Shumë prej tyre theksuan se ajo përfaqëson me stil figurën e gruas shqiptare, duke kombinuar hijeshin, kulturën dhe respektin për rrënjët. Me këtë dalje publike, Lulja jo vetëm që konfirmoi edhe një herë sensin e saj të rafinuar të modës, por gjithashtu përcolli një mesazh të qartë: tradita mbetet gjithmonë në modë, sidomos kur vishet me krenari dhe vetbesim. Një tjetër detaj që u vu menjëherë re në paraqitjen e Luljes, bashkëshortës së këngëtarit Meda, ishte ndryshimi në ngjyrën e flokëve. Ajo kishte zgjedhur një tonalitet të ri, i cili i përshtatej në mënyrë perfekte tipareve të saj dhe i jepte fytyrës më shumë dritë dhe freski. Ky transformim i vogël, por mjaft domethënës, e bëri pamjen e saj edhe më tërheqëse, duke theksuar elegancën natyrale që e karakterizon. Ngjyra e re e flokëve kombinohej në mënyrë harmonike me veshjen tradicionale shqiptare, duke krijuar një kontrast të bukur mes modernes dhe traditës. Pikërisht ky balancim mes elementeve bashkëkohore dhe atyre tradicionale është një nga arsyet pse paraqitjet e Luljes marrin gjithmonë vëmendje dhe komente pozitive nga publiku. Kujtojmë se Lulja her pas here promovon veshje tradicionale, duke i dhënë një hapësirë të veçantë kulturës dhe trashëgimisë son kombëtare. Përmes këtyre paraqitjeve, ajo jo vetëm që shfaq stil dhe finesë, por edhe përcjell një mesazh të qartë për rëndësinë e ruajtjes së identitetit kulturor. Në një kohë kur moda shpesh ndikohet nga trendet globale, zgjedhja e saj për të veshur dhe promovuar kostume tradicionale përbën një formë të bukur respekti ndaj rrënjëve dhe historisë shqiptare. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.